Knaqët, mirë mbrëma miq, e patëm një javë me fest, gëzime e mallëngjime. 16 shtetë të Kosovës tonë dashur. E tash I kthehemi punës e jetës e unë mysafirës sonë. Ajo është gjithmonë në garë. Jetën e ka një maraton. Gara e maratona të cilat gjithmonë e fiton. Politika për të është arti I së mundshmës. Ish kryetare e parë grua e një komune në Kosovë, ish zavens kryeministre, ish ministre e qeverisë dhe tani shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. E ftojmë në skenë me shumë dashni Mimoza Kusari Lila. Zamra jam. Mimoz, mirë se erdhe. Mirë se gjeje, faleminderit shumë për ftesën edhe për këtë intro plot energji. Gjithmonë kënaqësi me të pas ty mysafire. Mimoz, apo e kthejmë veriun? Veriun e kemi, se kemi u pas njëherë. E kemi pas veç kështu pak në distancë, po besoj që ajo që o kuptu prej gjithve, është që Veriu është pjesë e Kosovës, ashtu si që është edhe në hartën e flamurisë shtetëror, cilën e pam e festum, e respektum kaq shumë këtyne ditëve, e do vazhdojmë ta respektojmë e nderojmë deri në fund. Sot këtë Kosovë dhe Veriu është me ne. Po! Që kjo për na duhet, njerës që kjo për na duhet, çfarë mënyre fantastike me nisë këtë natë bukur. Si e gjeti Kosovën këtë përvjetor pavarësie, Mimoz? Nuk është e lehtë, 16 vjetë është njëjtë sikur se një 16 vjeqarë. Për ata që kanë fëmijë e din, se me pas bisedë me një 16 vjeqarë është sfidë në veti. Mendoj që e kanë forcën e botës, edhe mend të botës, e mend të dynjes, po natyrisht që ka shumë gjana tjera të cilat e presin rrugtim. Megjithatë, Kosova është një 16 vjeqarë cili o pjek para kohës. Që jo se e ka pas me zgjedhje, ka pas të domosdoshme. Kjo Kosovë dhe kjo pjekuri e Kosovës ka fillu shumë ma herët se shpallja pavarësisë, shumë edhe para luftës, si që dim, edhe në kohën e ish Jugoslavisë, kur e kemi pa që jemi pjesë jo e natyrshme, një sistemi që me çdo kusht të mundu me mbajt Kosovën. Po si do qoftë, është sukses. Unë në
këto ditë feste, në fakt këtë javën që lam pas edhe fundjavën e kalume, e kom ndje me krejt qenjen te me këtë gzim. Jo mundu me reflektu në atë ditë shpalljes pavarësis, ku djalin e madh, që tash është në studime, e u rrit o boj madh me të vërtet, atëherë ka qenë i vogël, atëherë ka pas veç 3 vjetë, e kemi mbajt në krah, me gzimin e shumë qytetarëve tjerë, në Prishtinën e ngrime, se ka qenë shumë ftoft. Me gjithat krejt kemi qenë të nxehtë me zemër e me shpirt, me besimin e plot për suksesin tonë. Kjo që ka përdu me thonë është që nëse reflektojmë qatë ditë dhe nëse reflektojmë rrugën për para, si që the edhe ti shumë bukur që shumë emocione ka pas, se pa shmangshëm shkon të lufta, të para lufta, të ngjarjet e rënda, po cilat nuk na kanë shemë si shoqëni, po na kanë forcu edhe na kanë bo me besu që mundemi. Kosova ka thy shumë tabu e barjera që kam pas tjertë për ne, e po besoj që kemi me vazhdu me tregu suksesin tonë. Nuk ka sukses të përhershëm, ka sfida, ka dështimet ku paskoshme, jo në kështu në kuptimin fatal, po të momentit që ndodhin e që i kanë ndodh vendit tonë, para pavarësisë, pas kanë mi ndodhë me siguri edhe në të ardhmen, po që është shumë e rëndësishme që na asnjëherë se kemi hu fokusin. E besoj që kjo vlera kryesore e qytetarëve të kësaj Republike të re, që fokusin e kanë të qartë, edhe janë shumë të prinun me besu që na nuk jemi kur gjë mangu tjerve. E di që ka momente, në veçanti tek trit, e ndjenjë që sikur kishim pas mundësi me shku diku tjetëre, sikur mundësi tjetër, është e vërtet, vendet tjera i kanë, e kshohin, po një gjatë që s'kanë me gjitha skund, e ato edhe unë e kom përjetu, e besoj edhe ti, kur del jashtë vendit e jeton ma gjatë ose rinë ma gjatë, e shet që dashnin edhe lidhjet që i ke këtu si gjena skund tjetër. Do me thonë, dashnin e familjes, lidhjet me shoqnin, vendi jo thjesht, se cila skut e mahallës ku je rritës, e vendit ku ke shku në shkollë, ose shoqnis ku ke kalu kohën, të rikthen në një moment ndjenjes knatësis që dënë me e pas edhe në kohën kur rritesh e i kalon ato faza, ose që dënë mi da me fmit e to. Prandaj, vjen mirë që kanë mundësi me dalë, trit me pa, është shumë e vonume kjo puna liberalizimit për Kosovartë, por që është shumë e rëndësishme është që tash mundemi me pa që s'jemi shumë andryshës e tjertë, për ata që s'kan pas rast me dalë, e para, edhe e dyta që prapë se vend më të mirë se vend jetë nuk ka. Edhe e treta që hiç nuk është let jashtë Kosovës. Ndoshta ma let është në Kosovë. E vërtet, me krejt infrastrukturën shoqënore, mundë me thonë, shumë ma let është me jetu, edhe me pas familje në Kosovë, se sa në vendet tjera. Lulzim Hetemi, kryetar i Leposaviqit, a meriton rogë shtes për punën e ti ashtërarit? është shumë interesant se do njerëz fati i sjell në situata caktume që bëhen papërsëritshme. Dhe mëse e bindun që Lulzim Hetemi është një kryetar i papërsëritshëm në histori të Kosovës, të kryetarëve të komunave, me krejt specifikat që ja ka sjell fati edhe detyra që e ka marrë. Si e pare punës që ka pranu me garu, ajo është shumë tregon për karakterin e ti, se normal, dikush mundet me thonë, pse, qka bëjon në një shumic, në një komun me shumic komunitetit sërb, po ka pranu, e ka marrë përsi detyra, dhe në fund e ka mbajt tamam kështu me krejt për kushtimin dhe dedikimin me jetën e vetë. Adhe në është, na krejt mundemi me thonë shumë e thjesht, po jemi të gatshëm me vdek për vend. Muj me thonë që Lulzim Hetemi bukfalisht e ka pas jetën e vetë dhe e ka, po besoj, në sprov, në situatën, në rrethanat çfarë kanë qenë, kur ai ka shku, fatmirësisht se nuk është e njëjta situatë, as në Leposaviq, as në Zveçan, as në Zubin Botoke, as në Mitrovic Veriut, në kuptimin pozitiv të fjalës, por që o ballafaqu me shumë situatë të vështirë, edhe të rëndë, edhe sfiduse, sfidat cilat i ka te i kalu edhe i ka tregu veten që është në gjendje me i mbajt ose me ju dalë balë. Ajo që ka kësha dash me thonë në pyetjen tënde, a meriton rrogë shtesë, më besoj që çto rrethana dhe që ky përkushtim nuk paguhet me pare. S'ka pare që mundet me pagu, ose vlerë monetare që mundet mi ju vën asaj pozite që e ka pas Lulzim Hetemi. Sa mendova, Mimi, që s'po don me mu përgjigj, edhe sa shumë faleminderit që e përmendu. Nuk ka shumë, edhe në situata tilla nuk do duhet ishte. Nuk është çështja e të hollave, nuk është çështja e kompenzimit, është çështja e dedikimit, edhe përkushtimit misionit që e ki për vendin. E ajo nuk paguhet, nuk ka çmim ajo. Dinari sërb na dha disa flakaresha të nxehta nga miqtë tonë ndërkombëtar. Na i koment?
Po për dinari si i dhnushëm, pse jena dame të shumë herë. Se në vitet e 90 a patëm lonë kështu, e patëm gjujt na vetë. E more markën Gjermane dhe atëherë dishim që veç fësat për dinarit ki. Unë e hala flas me marka. Po nejse, të pak të ne ki 1 me 2 me euro, ose të pak të në kështu ishtë dash me pas qenç, kur u ndalë edhe prej qarkullimit marka. Po, është e vërtet, nuk ka qenë edhe nuk është situatë e letë, po që ajo qka është evidente, edhe kur debatojme, diskutojme, e dini që krejt përfaqësues të ambasadave kanë kontaktet ndryshme me ne si deputet, me ministra, me zyrtar tjere, me shoqëri civile, që argumentin, aspektin e ligjshmërisë, kushtetutshmërisë është në anën e Kosovës. Do të thonë nuk ka asnjë argument që dikush mund të më thonë e kish ke ligjin, e ki bo për keqpërdorim, e ki bo për përfitim. A din që se ki asnjë, se është prej kushtetutës si aktit më të lartë në Kosovë, si aktit më të lartë, do të thonë juridik deri tek ligjet e rregullore, tash edhe kjo e fundit e BÇK-s, është evidentuar që veç një valutë në Kosovë. Fatkeqësia është me faktin që na çush ka funksionu vereu deri tash, edhe ajo çush ka funksionu e kemi pa një periudhë kohore ka qenë bile gati se me thonë fijet penit t'ju mundu me unda, ose edhe me përpjekje edhe për brenda Kosovës edhe në anën tjetër në Serbi, me bo shkëmbim territoreve që kishë nënkuptu ma shumë edhe në Kosova se sa me marë, po si do qoftë që na krejt jemi qenë të përkushtum në atë mision që kjo nuk ban me ndodhë, që kjo do të thotë një rishkrurje re krejt kufive në Ballkan, e që e përfshinte një konflikt ose mos me thonë edhe një situatë cilin as kush prej nesh jo tash, po as njerë nuk dënë mi u kthy. Por, ajo që mundemi me thonë, është që është një përpjekje për me e kthy ligjshmërinë e plotë. Do të thonë, nëse keti cash që qarkullon pa asnjë kontroll, ajo atëherë nënkuptohet që ka me pas edhe keqpërdorim e para dhe e dyta që ka me pas financimet jashtëligjshme, qysh ka pas, edhe qysh o mbajt edhe qysh e kemi pa. Sfida ka qenë ose reagimi i këtyne flakareshave simbolike është në raport me shkollat edhe ambulantat, si shërbimin shëndetësor edhe sistemin arsimit, që është me kurikull tjetër dhe administrohet prej Serbisë. Edhe këtu, argumentimi ka qenë që çka mi u bo këtyre shkollave, cilat nuk kanë llogari në bankat e Kosovës, edhe qysh kanë me imbulu ato shpenzimet e tyre operacionale. Po shumë e thjeshtë, edhe paret për to munden me u hapë përmes llogarive komerciale në Kosovë, edhe mundet një zyrtar cili do qoftë që është administrator i shkollës, se cila shkollë ka një person mbikëqyrës, e besoj e njëjta është edhe në veri të vendit në këto 4 komuna ku janë këto shkolla, ose edhe në pjesë tjera, se shkollat njëjta ka edhe në Graçanic, edhe në Shtërce, me të njëjtin sistem, që mundet me qenë një person, një administrator që shpenzimet operacionale dhe transferi që bëhet tjetri për paga ose për mirëmbajtje me u kalu përmes llogarive të bankave komerciale të Kosovës. Po ideja duket se ka qenë ma herët që mos me pas evidencë këtyre pareve. Edhe mos mu ditë sakt që Serbia e ka keq përdor, faktikisht, do të thënë atje, edhe mandej këtu me individ saktum, që ato pare me u thonë që po jepin ma shumë, me u jep ma pak, po tash kur kalon sistem bankar, ajo është gjurme përhershme. Nuk ka, do të thënë, nuk mundet me thonë, i kena qu 500 milion euro, nëse i kanë qu veç 200 milion, ose 800 milion që shkanë thonë ata, nëse në Kosovë kanë mri veç 200 milion. Me qatë njëtë në regulore, unë e kom thonë edhe në kuvend, me qatë njëtë në regulore, është heq prej qarkullimit 500 euroshi, nëse e dini veç i vetëmi diskutim që ka qenë në Kosovë, kur u publiku regulorja, doli që prej 27 dhetorit, kur kjo regulore o publiku, banknota 500 euro nuk përdoret mu për i qarkullim. Do me thonë, që posedon e qonë në bank, banka e pranon, por nuk e reemiton. Do me thonë, banka nuk jep mu 500 euro, nuk munden me donë mu. Edhe a i ke debati kryesor, bile ka pas edhe shaka, edhe diskutim, kështu që do me thonë pse. Po kjo është në frymën e qësaj që s'ka nevoj me pas pagesat qësaj vlere me cash. Për deri sa ke regullat administratës tatimore që maksimumin munden me bo me 300 euro. Do me thonë pagesa business to business. Mos temi se sot me kartel gati çdo kund mundesh me pagu, përveç se ndoshta në pazar, ku i ki këto tregjet e pemëve, perimeve dhe bylmetit. Kështu do me thonë jemi në këtë situatë në cilën bashkë duhet me punu, po kur kush nuk e konteston, as prej qeverisë, as prej neve si pozit, domosdoshmërinë e bashkëpunimit, domosdoshmërinë e krijimit kushteve që na e kuptojmë që është pak specifike për komunitetin sërb, në veçanti në veri, por që s'ka zgjidhje tjetër përveç se
të jetojmë bashkë në një sistem, në një shtet e ai shtet quhet Kosovë. Mimi, atë ka marrë malli me pa. Imaginoni nuk kemi mujt me gjetë, e kemi printu dinari. Din që unë s'mi baj shanë mend qëto mas pari. Edhe për mu ka qenë Po, befasi. a je sigur që shto janë edhe qatë herë kur kanë qenë? Po thamë zi. Qëto që a i kemi gjeti, Se kemi këto printu. munden muri e mi tu, ose muri shtyp, e s'po di këto bajgit vjetra ko kanë. Pse nuk e keni ndalu dinarin ma herët? Në fakt, kështu ka qenë një farë si në heshtje, një farë marveshje, jo marveshje, po një farë si dakordimi, Me që kam? është fjalla me komplet në sistemin tonë të shtetit. Okej, po, mesnesh. Jo, mrenda Kosovës, prej doganave kur ka ardhë, kur jënë ardhë, se këto kanë ardhë me kompani të licencume, të sigurimi, dhe më thonë paret, te momenti kur jënë ndërzunë për këto pika ku ma ndejën shpërnda. Na e kemi ditë që sistemi i shëndetit primar edhe sistemi arsimor është me sistem cërbis në Kosovë. Edhe kjo është një proces i cili do të më shku bajgat për me u një farforme, me u gjetë, që me thonë, linja e uniformitetit ose dakordimit mbi të vërtetën edhe historinë. Se të shkollat, kurikula është problemi kryesor, që shedi. Ata mësojnë një historinë, cilin herojt tanë janë kriminal për ta, na e kemi historinë, ose kemi të vërtetën, që është nanën tanë, që kriminalët e tëne, në fakt, po, ata që ka portretizojnë si heroj, të na janë kriminal. Dhe më thonë, Slobodan Miloševići është kasapi Balkanit, që është me gjitha normat ndërkombëtare. Personi i denume, i vlerësume, mandej ki gjenocid zyrtarisht, ajo që ka ndodhë në Bosne, Kosova po bëhet gati për me paraqit edhe rastin e vetë për gjenocid, prandaj duhet me ardhë mu ballafaqume të vërtetën ata. Kjo pun ka vonim, po pështim s'ka. Nëse dojnë me pas pajtim o fjalla, nëse dojnë me pas pajtim edhe me jetu në këtë nënqjel pa të lashe që dojmë ju lonë fëmive, duhet gradualisht mu kuptu. Kjo është saj përket sistemit arsimit. Sistemi shëndetësis është çështje besimit, se gjithmonë ka ekzistu ajo që doktorit duhesh mi besu. Tash nëse ki çështje ose ngarkesa etnike në këtë rast, a i beson doktorit shqiptar. Na, interesant është puna janë, si shoqni kemi pas, do me thonë, jemi ikonë ma të qasshëm, do me thonë, shqiptar për Kosovës... Jo, po shqiptar për Kosovës nuk e kam pas problem në situatat vështirësis, kanë shku në Beograd, për shembull, për në marrë shërbime shëndetësore. A ka pas raste, nëse mba në mend, ka qenë një rast shumë tragjik, i një vajze që ka pas aksident në Brezovic, sërbe, e re, në klasën e 7, edhe deri sa e kanë qunë në spital në Mitrovic Dvereut, nuk e kanë dalë në Ferizaj, mi jep ndimin e parë. Edhe ajo ka ndru jetë mandej, e kanë vazhdu mandej për nish nëse s'ka bëj, e ka qenë për mu shokuse. Të thëtë në situatat të tila, ka luft ku ndaljet arën pushimi edhe adin jepet ndim të plagosënve, në situatën e tilë një fëmije në skem që i ndodhë fatkecia edhe nuk ndalesh në spital të Ferizajit, po familja insiston me e që dejnë Mitrovic të Dvereut. Mimi, në kuvend nuk ka kaluar ligji për kodin civil. Po më intereson mendimi juaj për komunitetin LGBTQ. Unë mendoj që spari është fatkeci që s'kalon kodi, jo vetëm për komunitetin LGBTIQ, po për faktin që kodi civil i ka diku 1570 nene, a veç 2 nene janë që lejojnë bashkësin familjare të personave të gjinis njëjtë, ndërsa tjerat kanë të bëjnë me drejtat e gruas, me të drejtat e fëmive, me të drejtën e trashëgimis, me të drejtën biznesore. Do me thonë, ekziston një kategori, përfshirë në kuvendin e Kosovës, që krejt këto i bojnë halal me i sakrifiku veç më smilon të drejtën elementare komunitetit LGBTIQ për me pas të drejtën e bashkësis martesore, jo martesen, edhe martesa nuk është regullu me atë verzionin që e kanë sjellë në kuvend në vitin 2021. Po, e kanë një farforme e kanë demonizu dhej në atë mas sa me gjdo kush duhet me ndalë. Unë mendoj, në fakt, as nuk shkon që thojnë no-brainer, kështu nuk ka as ndoni, nuk jepi zërë kësaj pune, mi arsyetu dikujt, pse mendoj që e drejta se cilit është e pa cenushme. Na nuk guxojmë si shoqni me pas një kategori të njerëzve të cilët lindin, jetojnë, ndihen asisoj, me undit privum, me undit linqum,
edhe mos me undi që kanë të drejtën elementare njerëzore. Fatmirësisht ka progres në shoqëni, në pranimin e komunitetit, edhe vrehet se ka ma shumë që dalin publikisht. Në një statistikë të përgjithshme, thuhet se diku 8-10% se cilës shoqëni ose popullat janë LGBTIQ. Në përqindje kështu. Tash imagjinoj, une një ditë e mendojsha në analizë të thjeshtë. Kuvendi i Kosovës i ka pas deri, na jena legislatura e 8 e kuvendit. Në kuvend janë 120 deputet. Nëse 8 ose 10% të 120 deputetve, afërsisht, nëse jena përfaqësues të popullit, kanë qenë të këtij orientimi, i bjem pak a shumë diku deri në, hajde plus minus, 60 ose 60 sa deputet që kanë kalu në për sistem, që kanë mujt me qenë LGBTIQ, po s'kanë mujt kur mu shprej. Po. Edhe që ajo, adin, qash themelore është ajo, ose që, adin, e kanë që ato, po tash, për shkak që asaj atmosfere, që ati diskutimi që ndodhë të na, do më thonë, është ma mirë me ndajt in the closet, mbyllun, se sa me u shprej. 16 organizata jo qeveritare kanë nënshkruar peticion kundër Duda Balje dhe Labinot Demi Murtezi si deputete homofobe. A keni ndërmend të merreni me këtë çështje sepse 16 OJQ nuk janë pak? Në fakt, sot e kom marrë një email, diku ishin 51. Opa! 55. Kjo është para disa ditësh. Jërë ma shumë. Kështu, deputet me bindje konservative ka çdo kon. Do të thonë ka edhe Shtetin Bashkimin Evropian që ende se kanë të legalizume martesën e personave gjinis njëjtë. Edhe ajo është bindje tëne, ka familje ose ka deputet që vinë nga familje konservative, do të thonë jo vetëm të na, çdo kun edhe në vendet ma demokratike në botë, edhe që e kanë familjen edhe institucionin fetar, qofshin ata musliman, katolik ose ortodoks ose çfarë do, që do të thonë janë parime udhëheqëse tëne, edhe është e drejtë tëne. Megjithatë, unë mendoj që përkundrejt bindjeve të secilit nuk është e drejtë askujt me cenu të drejtën të kujt tjetër. Po. Na po flasim për cenim. Kjo është aty ku ish dasht me u bë dallimi, në të cilin do të me pas kujdes të veçantë në gjuhën që përdoret, në qasjen. Sepse cilësohen si homofobe, këto dyja për shkak gjuhës së përdorur. Tash gjuha që është përdorur fatkesish prej ma shumë se veç 2 deputetve, janë ma shumë, po ish dasht me e pas një rregull dhe një kod të etikës në cilin ruhen kufit e mënyrës se si qasësh diçkafi që ti mendon që është ndryshe. Në fakt që tash kjo vjen në shprehje për shkak se organizatat që i përgëzoj që janë me aktivitet shtume dhe mundohen me mbajt, do të thonë, vetëdijen e ngritun të secili dhe secila për këtë çështje, po na kemi gjumi zëgjene, kemi ofendime të grave, kemi ofendime në baza rajonale, kemi ofendime në bazë të përkatësisë prej kavin, ose racore, kemi pas edhe në këtë legislaturë. Do të thonë, në falni, po mu shpreh termi pejorativ ma gjuh, po përdor edhe në këtë legislaturë. Do të thonë, ku një deputet e shqiptari, thot një deputeti... A ka ndaj progres në këtë pikë, sepse na po e dim që ka? Jo, në kuadër të sa i përket komunikimit edhe gjuhës, unë mendoj që duhet me pas sanksione. Pa pas sanksione nuk ka me u përmirësu. Sa i përket mundësis për me kalu kodin ose për me u bo bashk, shumë e thjesht, pozita nuk mundet vetëm pa opozitën këtu. Kjo është njësoj si që është ja marrëveshjeve ndërkombëtare, që shkon përtej mandatit edhe misionit veç një shtresë, në këtë rast pozitës edhe opozitës, po ishtë dasht me pas një farë komunikimi, dhe jo vetëm kë, është edhe ligji për fertilizimin asistum shëndetësor, edhe ajo është një çështje në cilën o bu debat, nëse e mban mend, ka qenë deklarata e Sarandës në kryetares kuvendit. E cila gjithashtu është keq interpretu. Është keq interpretu, në fakt edhe ajo është ofendur shumë. E vërtet. Edhe pas lajmit për shtatzanin e saj, ka pas, o zot, ka pas fymje, shamje, cilat unë nuk e di që mundet dikush me minimumin e dignitetit njerëzor, me ja leju vetit me i qitë ato fjallë.
po si do qoftë, kur kush s'ka thonë që është e lehtë, ti the në hapje politika është artit smundshmes, me të vërtet kishme qenë e lehtë, kishim bo tjertë para ne. Po, e vërtet, shumë e vërtet. E pa të të vendos ligjin e reciprocitetit me Serbinë në qeverin thaqin. Anën tjetër, lëvizjave të vendosje ka bloku kamiona me malë ras sërbe. A lindën këtu shkëndijat e para të koalicionit me VV? Jo, në fakt, kur kom qenë në Ministre Tregtisë dhe Industrisë, kom pas si në këtë rast këtë vendim, kom pas mbështetje prej lëvizjes apo prej deputetëve që kanë qenë, kanë deklaru pozitivisht, ndërsa kom pas reagime për disa vendime tjera, që kanë pas të bajnë me privatizimet ose me proceset e vendimarjes. Kështu që nuk ka pas diçka të, do me thonë, të para përgaditur për asaj kohe, po është interesant se unë gjatë krejt përvojës time politike dhe në instanca tjera, për shembull edhe në Gjakov, si kryetare e komunës, vetëvendosja ka qenë opozit. I kanë pas 2 asamblesë, po kanë qenë opozit. Pasnjëherë nuk kom pasur në qëndrim kritik brutal ndaj vetëvendosjes, ose tash mundesh mi pas, se tash kthehen mrapa, i nxjerrin deklaratat e tona ku kemi qenë, dhe thonë, çka ki thonë ti për vetëvendosjen? Ani kur jetë e pyetje. Po, çato s'kan mujt një gjë se si kom thonë kur. Se si ke thonë. Kush është ma ta mashqar? Faqi apo kurti? Ma kurnac? Zat, mirë që si kom sfidun që... Ajo se dhe. Në aspektin e vendimarjes, me thëmë, ma i përgjeshëm, në shpenzimin e paras publike, po besoj që tash edhe këto dijet që Kryeministri Kurti e ka një kështu super vëmendje sa i përket jo vetëm shpenzimit paras publike, por edhe ndaljes keqpërdorimit paras publike. Fatkeqësisht ka pas shumë institucione, në veçanti ndërmarrjet publike, pastaj disa ministri që pa hesab ka shku shpenzimi, po ka fillu me ndryshu në mënyrë radikale. Mimi e kemi rubrikën e cila quhet Preferoj. Në ekran kemi me vendos disa personalitete. Loja është me sistem... Loja është me sistem... Po çfarë personalitete? Apo na i gara, Adelina? O, prit brese... Qa me bota shëne? Loja është me sistem eliminimi. Heq asnjë. Eliminon ti këtë duash. Pyetja është kjo, nëse do të ishe presidente e vendit, cilin do të zgjidhje për kryeministër. Kështu që mu shumë po vjen kaq po duhesh me zgjedh njënin prej këtyre. Unë nëse isha presidente e vendit, kisha shpall zgjedhje tjera të jashtëzakonshme. Shkojnë zgjedhje të jashtëzakonshme. Po, zgjedhje nuk moj. Nuk moj mi leju hiç se kesh t'i thonë diçka tjetër pas po foli ba. Hiç, asnjëri s'vjen konsiderim. X i kuq. Regjia duhet të eliminojmë të dët. Mimoza tha të dët me elimino. Opa, a kja bazi? Po vazhdoj me zgjedhje të jashtëzakonshme, më ndonë në cikël zgjedhjeve, s'po ndalem hiç. Jo, po vjen keq, jasë. Vazhdoj me zgjedhje të jashtëzakonshme, be gjetë pacolle. Po vjen t'ju nxe loja. She. Kanë qenë 2 kryeministra, nuk bon mo. Cilin do... Ja s'bon, ja, po vjen keq. Kanë shku edhe këta. Sistem eliminimi total. Qa tash për kryeministra? Cilin? Une nuk thash që ka me qenë e letë. Qisho, unë jam presidente e vendit, që vjen, apo, ajo më qatë tasë. Jeni presidente e vendit dhe duhet të zgjedhni për kryeministër njërin nga Vjosa apo Albini? Po, presidentja, ose para me presidentja Vjosa Osmani, tash ka marrë një detyrë me rëndësi si drejtuese një X organizate diku, kështu që vjen kryeministër Albin Kurti. Përgjigje tipike e një politikane shumë të madhe. Po jem shumë falenderuese për punën që e ka bu para me. Nëse jem qalo, ende në qatroj. Në këtë moment je. Po.
si rrugëve kot ku t'urru, e s'di ku shkoj. Zull prapja mund se ajo një bohem nuk e dom. Sa të desha shpirt s'mu ta dish, të vodhën ty pa besish. Më pijem bys, dhimbjen pa fund. Sa e lumë kur je unë se dim, nga tëm që jeton. Mund t'a bleja i për ty dhe botën, vetëm zemrën jo. Me diskret tani dhe ajon, në luksin krirë në kyç trishton. Si një muzeu, si një gjokon. Unë jeti pasur s'jam vërtet, po në ndraj shoh vetëm bre. Në përpave do këmë mishtë harqoj unë hëndën Simone. Ti po vleta një gjokonda ime, shiu si tet, bimu as brazer, as rupet s'mo brasindo, se ka një zor. Si rrugëve kot mori fund, ky fati im ku t'urru. Ty s'te kam tani dhe në shi, pia po më shkun. Se në dashuri kur do them, jo deja stel dhe aq lem. Tu desh gjokon, ty një bohem. Unë jeti pasur s'jam për tem, por në ndraj shoh vetëm pre. Në përpave duk me mishtë harqoj unë hëndën Simone. Ti po fleta një gjokonda ime, shiu si tet, bimu as brazer, as rupet s'mo brasindo, se ka një zor. Hey! Pasur s'jam vërtet, po në ndra shoh vetëm pre. Në përpave do këmë mishtë harqoj unë hënën Simone. Ti po fleta një gjokonda ime, shiu si tet, bimu as brazer, as rupet s'mo brasindo, se ka një zor. As rupet s'mo brasindo, se ka një zor. Jemi rikthy dhe Mimoza Kusari Lila është sonte me ne që të na kënaqë që është din vetëm ajo. Para se të vazhdoj me pikat e radhës, më lejoni të falenderoj ata që u kujdesën për dukjen time, ata që mbojnë Adelina Ismaili, duke filluar nga Mimoza Kadriaj që e kam stiliste për fustanit tim, Mirjeta Zeka, make-up artiste, Nagip Hair, floktari im, VIP Line Kosova, heqim barkun, heqim rudhat, e tjera, beauty clinic. Dhe Nails by Eve, artiste, thënjve falimderit nga zemra të dashurit e mi. Të ndëruar shikues, të ndëruar miqton, rubrika jon, Ylli i së nesërmës, po shihet si një mundësi e artë e promovimit për talent të ri e të reja. Andaj na shkruani në showisëpremtes@gmail.com, besoj dhe ta kini aty poshtë. Kushti, tashmë e dini, për pos talentit dhe dëshirës, kandidatët të jenë nxënës të ndonjë shkolle të muzikës. Mos e harroni finalen. Edhe këtë javë e kemi një kandidate shumë të bukur e shumë simpatike, Florentina Abazi. Për më tepër ta ndjekim se si këndon Florentina sonte. Jam Florentina Abazi dhe jam 20 vjeçare, vijoj mësimet në Universitetin e Tetovës dhe falenderoj profesoreshën time Besiana Mehmetin.
rubrika 8-8, Mimi e njeh këtë rubrikë është pak ma personale, ke që e fëmi kokfort. Luftën e ke pas me vajza apo me djem? Kuku me djem. Më kanë ndru krejt jetën, fatkeqësisht. Kryesisht me djem, se gjithë më ka pengu që djem të edhin tash. Parafërsisht prej gjeneratave të mahershme e kam pas atë ndjenjën e superioritetit në vajzave, po. E unë e dyqysh kom refuzu me pranu ato si fakt të mirë qenë, po s'po mdohet ajo të lashe, edhe sot e kësaj dite. Tash veç djem t'jo më bubura. Pse nuk vazhduat ëndrën tuaj për aktore? është, a din qysh, unë e kom pas, do të thonë, teoritë si fmi, në teatrin e Gjakovës, kjo është veç pjesa shkollës fillore, se mandi shkolla mes me shkoj për të keq, do më thonë anëzirën për objekteve shkollore, fillumë në për objekte private. E mbajnë men në përgaditjet e recitaleve, ose këto koncerteve që unë bajshin, në teatr, në skenën e teatrit, unë disha shumë natyrshëm, adhe e mesha një farë fuqie, edhe shumë interesant si fmi, e shisha skenën, ta shtu pregaditna, e shisha skenën për para në teatr, karikat zbras, për e mendojsha vetën të ju fol njerëzve. Se po mbohet që ajo profetësi, po më thetë mrapa, nuk e kësha mendu. Po, ajo ka perendu shumë shpejt, ka vazhdu më ndë dëshiren teme ma vonë me mendu mu bo arkeologe. Historia më ka pëlqy shumë, si landë. Më pëlqeshin, në veçanti këto, prej arsimtares historisë në shkollën fillore Mustafa Bakia, në Gjakovë që e kom pas, Mysaqet e Meka, në atë farë mendjen, të më thonë, përshkrimi, si me qenë në një realitet, mendjen teme, më këthyna atë realitetin e historisë, që ofshin historisë romake, që ofshin historisë ma vonshme të mesjetës, apo edhe ma vonë kur kemi folë për, ose kur kemi mësu për revolucionet e ndryshme, edhe kom përfundu në pjesën e shkollës mesme të dasht me studiu elektron. E kom përfundu në ekonomik. Kështu që... Po, si do qoftë, edhe sot ku jam, nuk është që kom pas thirje të veçantë, politika është, do më thonë, shumica angazhimi politike kanë, dyqysh që i merë, një farforme valja të merë në këtë drejtim, edhe lidhet me qeverisjen, po unë kom mësu në këto vjetë në veçanti ta shëmbohen aktivisht që garoj, do më thonë jetë aktive politike 15 vjetë. Prej 2009, kur kom hyrë në zgjedhjet e para në Gjakovë për kryetaret komunës, a jetë publike jom prej vitit 2003. Po prej kur kom qenë zëdhënse e qeverisë parë, e atëherë ish kryeministrit Bajram Rexhepi, do më thonë 21 vjetë si vjetë mbohen, që jom prezentu publikut, që kom fillu me proceset zgjedhore se me parti politike 15 vjetë. Po, jo mundu edhe vazhdimisht mundona me e gjetë një, themi, kuptim të mirëfilt në ato që ka mundet mu përkthy për të miren e publikut edhe shosi angazhim fisnik. Është e vërtet që politika ka shumë konotacionet këqia. Jo vështena në krejt botën, do më thonë, përfshijet si një angazhim i cili kërkon me bo shumë kompromise, me dalë prej vetës. Unë në fakt, jo mundu gjatë gjithë kohës me qëndru vetvetja. Unë mendoj nëse diçka në qëtë rukëtim më ka identifiku ose më ka mbajt, për këta që jam, është e qenurit vetvetja. Në me thërë, a jam kryetare komunës, a kom qenë ministra, a jam drejtuese e grupit parlamentar, apo kom qenë veç deputete në opozit, që kom pas rastin, për shamu 2017-2019, unë e gjithë e kom bo maksimumin brenda hapësinës teme dhe kom qenë kjo e njejta. Gjithmonë mimoza kusari, Lila. A me ndonë se do të kishe ndoshta më shumë sukses si aktore se sa si politikane? Jo. Jo, nuk e di pse. Ndoshta mendoj që edhe ajo si vokacion, do më thonë, edhe si pasion, njëjtën ku, duhet me pas ndërtim edhe bindjet për traktume. Për diri sa, une nuk e kom pa, do më thonë, adin kështu kanë qenë fazat si fmi që ndronë, që ndryshon atë perceptimi mbi vetën të ardhmen që sheshe, nuk ka qenë diçka që ka shëndru me mu shumë gatë. është e vërtet që pa qenë diçka sfiduse shumë, mu nuk ma më banë vëmendjen. Pa qenë e vështirë. E tash unë e di që shumë aktore edhe aktor mundën me më thonë që është e vështirë me qenë aktor, edhe aktore, edhe i kuptoj. Do me thonë nuk ka qenë e letë se ndërtimi këti shtetit tanë me kretë sfidat e veta, ka pas momente se ka pas vitet saktume që
veçanti arti dhe kultura i kam pësu ndështëta damet më të ndaja në kuptimin e sistemit vleror, mandej prapje në rikëthy për shkaku ose falë për kushtimit edhe këmgulljes aty në njerëzve që e kanë rujt vlerën edhe që vazhdojnë me rujt, po që unë thjesht me siguri që s'kisha mujt me kryq atë punë. Dhe me thënë, këto që ka e bëj, me krejt sfidat që i ka e shoh që është punë që më ndjell pasion. Në atë nëse e shet diçka që s'është mirë, ose nëse e shet diçka shumë sfiduse dhe nëse dikush të thotë s'ka shans ti mi krye se mi bo. Mimoza ka me kry. Hold my beer. Hold my beer. Pritëm se shtash vi. Kur është ai momenti, po supozoj që në fëmini, kur e ke vrejt shtypjen tonë si popull edhe? Ka pas momentet ndryshme, shtypjen e kom vrejt kur kom ndin familje t'ju full me zot vogël, me zot ullt. Sa traumatike është jo për fëmijë. Kur është full për shembull, kur është liru prej burgut Kadri Kusari, një kushëri i babit, patriot, në atë kohë kur ka pas shumë represion edhe ka pas shumë vujtje, e kom ndi kur ka pas, për shembull, kur janë kushtëzu, babin e kom pas mjek me profesion, është në pension tash, mjek i mushknive, specialist, dhe ka pas gjatë gjithë kohës për kushtimin për profesionin. Kur i kanë thonë që në kohën e ish Jugoslavis, që pa qenë antar i partisë socialiste në atë kohë, nuk mundesh me u avancu, edhe ky ka thonë, une krejt me mi bo, ato s'moj me bo qëtë kompromis. Do me thonë e ka pas ndjesin e mbajtjes profesionit edhe identitetit vetë, pa marrë parasysh përfitimet ose ato që ka ta kanë dasht me afru. Edhe kanë qenë momentet të caktume në veçanti, mandej na fëminin e kemi pas me telashe, prej krizave ekonomike, ku jemi ballafaqu me inflacionin enorm, se dy prind në natyrisht, aso kohë kanë qenë gjithë një formës e tjetër të ndërlidhun me angazhimin qoftë, dhe me thonë, në sistemin, veç një sistem publik, sistemi privat ka qenë shumë i vogël. Unë dy prind i kom pas një babin mjek, mamen arsimtare, dhe prej momentit kur kemi fillu me u ballafaqu me atë ngushtimin financiare deri te momenti kur na kam përzon prej shkollave, unë kom qenë veç në vitin e 2 të shkollës mesme, edhe mandej kur e kemi lëshu edhe shtëpinë për shkollat shtëpi. Do të thonë e kemi pas krejt lagja janë në një mas të madhe kam paten ofru shtëpijat e tëne, që fëmit shqiptar me vazhdu shkollën, përderisa mandej kem sistemu në objekte pak më të mëdha, ato kanë qenë kryesisht në Gjakov, që është shumë unike për krejt ndoshta rajonin, mësë me thonë, për Evropën edhe objektet fetare. Do me thonë, na kemi mësu, unë në shkollën e mesme, kom kryn teqet Bektashive. Do me thonë, na 2 vjetë, vitin e 3 dhe vitin e 4, ditë të para i kemi pas në për shpia. Unë, na klasa jeme ka qenë në shpinë një shoqës tjetër, që edhe printe saj njëte kam pas lëshu, si kurse edhe na. Motra me klasën e vetë gjimnazit kanë qenë të në shpe, e kështu me radhë kretë në lagje, mandej, kur i gjetën hapsinat pak më të mdoja, na kemi qenë në kom kry vitin e 3 dhe 4, patem bashku klas në teqet Bektashive. E fatkeqësisht teqen e kanë djeg gjatë luftës, do me thonë në Gjakov me një herë mandej bashkë edhe me një bibliotekë shkëlqyshme që e ka pas përfshi mandej bombardimin e Xhamis Hadumit e kështu me radhë, po kjo veç e ka tregu, si që tham edhe në fillim, fortësinë dhe mosdërzimin e kombit tanë. Adin njën mundu shumë, po fëmijët sot nuk kisha pas dëshirë kur njetë me u ballafaqu me ato kufizime dhe me atë represion që jemi ballafaqu na. I përmende fëmijët, në çka ju rregati fëmijëve tuaj mami Mimoza? Tash mua si janë krejt vëgjel, i madhi është tash në fakultet, ka fitu një bursë dhe po studion Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si jam shumë e lumtur. Ka zgjedh një profesion të vështirë, në fakt po studion bioinxhinieri, krejt është zgjedhje e tij. Po shkoj në... Po shihet kujna i kanë gjoha. E ka marrë për bashkë, edhe prej Arbenit, Arbeni është inxhinieri elektros, edhe prej meje, po më duket kokforcine edhe për kushtimin për mi qude në fund. A i shkoj në Amerikë me një program shkëmbimit, exchange, në shkollën e mesme, vitin e 4, edhe ishte në një familje, në një shtet, në fakt i ka ranë shtetin më të varfër në Amerikë, nëse 50 shtetet edhe West Virginia është kështu në kuptimin e GDP-s që e kanë, ma i varfën e, po si do qoftë ka pas fat edhe ka
shku ka vizitu universitetet ndryshme aty, bashkë me familjen e vetë amerikane, dhe është ndalë në universitetin ku unë e kom kry magistraturën. Po në Duquesne University në Pittsburgh, në Pensilvani, ka apliku, ata i kanë ofru mandi burs për shkollim, ka vazhdu edhe me sukses po e mban edhe notën atje edhe krymësimin. Atiri gati për komunikim, fakt është largë, për me mritë ajë duhet 3 aeroplana mi ndru. Po si dhe qoftë, unë jam e lumtun që ajo është mirë, po shpresoj që ka me vazhdu ashtu deri në fund, edhe 3 vjetë. E doni këtu në Prishtinë, është në klasën e 7, në shkollë fillore, atiri gati kryesisht për çështje logjistike. Detyrat. Po, detyrat, besa detyrat i ka ma shumë Arbeni, detyr me të. Apo? Mami i ka, është shkëndeshje, apo shkojmë futbol, apo shkojmë basket. Sa mirë, shma lidhje e bukur. Po, ka njeri bojmë planet kështu, ku po shkojmë e qka po bojmë, të u mundu me kalu kohën bashk, ati po i mungon vlau i madh, neve naturisht po na mungon gjithve, po ai po e vren atë mungesën e tije, po mundohet mi kapitalizu pak, që shdim fmit, Po pra. ato që hajtë se une tash po mundona me marrë dhe atë pjesën që i kishë marrë Adri, po ajës është këto. U dashurua zotri Lila i pari në ty, apo dashurove ti në zotri Lilën? Është shumë interesant puna me to. Hajde tregona. Arbeni ka qenë student Zagreb, studimet i ka kryu në Zagreb, edhe e ka pas vitën qefshëm. Vitet e 90-ta. Në fakt, po në fund të 10-ta me fillim 90-ta. Unë kom qenë në shkollë të mesme, edhe kur u ktheke në Gjakov, e ka pas një fashtili të veçantë, i ka pas flokë të gjata, edhe mundo ke kështu pak si unë dhe me kadin, unë e facer këti. Po, edhe që atëherë për një periudhë kohore, kom pas shkona e fjalla simpati. Në atë kohë, po. E mandej, normal e ka vazhdu jetën me një dritim tjetër, ka vazhdu mandej e ka qenë në Austri, në një periudhë ka shku për doktoratur, unë mas shkollës mesme kom kry studimet, po me njëherë kom vazhdu për Amerikë, për master, kom fitu burse në 99, me përfundimin e luftës, unë kom shku për Amerikë, kom kry atje masterin edhe u ktheva. Në vitin 2003, kur kom qenë të punu për Fondacionin për Universitetin Amerikan në Kosovë, ka qenë viti i pari punës para se me njës punën në universiteti, pa ta marrë një thirrje prej zotit Lila. Zotit Lila. Po, që më... Në telefon edhe kështu pak si me zonin si të, kështu pak si të shqetësuar, pak si me nervoz. Mirë dita, Mimoza, Arben Lila në telefon. Edhe thash, po të një Arben, të një shaone dhe me kush shapta mërmenja, kush jeti. Ti u bo që s'pe një. E aj ish këthy, edhe si duket i ka artë momenti kështu me u stabilizua, ko di unë. Po si dhe qëf ka qenë kështu shumë i drejt për drejt, me ftesën edhe në thiri me pi kafe dhe dola. The rest is history, që shtojnë. Aje pas ka bo hapin e parë. Po. Thojnë se mëmësia e ndryshon gruan. Ka ndryshu diçka të ti? Me thonë të drejtën, Adelina, ka ndodhë shumë shpejt gjanat. Kështu, po mendoj, gjatë gjithë kohës, edhe sa i kom pas fëmijët e vogël edhe me Adrin. Adri ka pas veç 6 muaj kur kom fillu punën, atëherë si drejtuese odës ekonomike amerikane. Edhe gjatë gjithë kohës sa i kom rritë fëmijët 2 të donin e kom linë sa kom qenë ministre, gjatë gjithë kohës me të 2 kom qenë shumë angazhume. Tash nuk po di në çfarë aspekti, kështu muj me thonë ka ndryshu. S'ke pas kohë me ndryshu, bre Mimos. Ndoshta po, çka muj me thonë i send, është që mëmësia të zhvillon aftësit me i bo disa punë të njëjtën kohë. Që ndoshta si, nëse e ke veç veten, ose po, absolutisht po. Edhe qëtin me mendu mandej edhe me i kuptu edhe një person tjetër jashtë teje që ka banë si sile, që ka i duhet ndështë me mundu mi parandje që naturisht mos me pas në një siklet e si në anë, ma shumë se që ka do tjetër mundosh mi a marë që me thonë dertet edhe ato nëse ka diçka që ja kësha marë djemve në atë kuptimin është mi a hek qatë nëse o t'i baj dert për diçka ose ndo një telashe, kështu mi baj tune. Që thonë Shqipnia të marrë shatë keqen. Edhe në Gjakov. A dhe Gjakova? Kemi, po. A ishe më e mirë si nuse, apo do t'jesh më e mirë si vjehër? O, zë. Ta është paramendoni. Adelin, si nuse, si më kom klasike, heq si nuse. Jo, se presim me qenë Mimoza klasike, heq asë një aspekt. Po edhe vjehër, si pas gjitha gjashave nuk do t'jem, po.
nuk do t'jem klasike. Si nuse nuk kom pas fare kësi, do më thonë ato farë adetet. Adetet tona. Edhe në vitin 2004, kur jam martu, tash 20 vjetë në bohën si vjetë, nuk e kom pas, kështu për shambull, unë personalisht jam shumë mikpritse, kom qef me pregadit, kom qef me prit njerëz në shpe, nuk e kom atë telashen e hyrje dalje, veç me thonë me e komunikimit e kështu, se kom qef, dhe qysh e ndjek nacin me shtru tavolin, me thirë njerëz, me pregadit. Por, këtu farë ato adetet, si me thonë zakonet e me marrë dorë, me ndajt gati, kështu, ato nuk i kom bo. Do me thënë thjesht, po. Se janë një farë torturë në vete. Ju kom thonë edhe në fillim edhe e kom pas mirë kuptim prej fillimit, kom bo një sen që për shembull që mu ka doke bukur që nusja kur hynë në shpe me marrë dorën me mjalt edhe me prik derën e shtëpisë. Do me thonë e ka një farë, po, shumë e bukur për arsye se mjalti si edhe në shumë tradita, jo veç te na, e ka atë farë simbolike e begatisë, ëmbëlsisë, e pozitivitetit. Po për shembull me ndajt gati edhe marrë kush të vjen aty me të jep dorën, ti më bo si robot kështu, nuk e kom bo, edhe i pa ta thonë, po më vjen keq, veç dyqysh po më doket breshi shumë, tash adin po kryen shkollë, po bën e këtë të tramporin që ashtu si robot, po shumë mekanike mu doke. Edhe shumë mekanike, adin nuk, për shembull është një ceremoni e thjesht, një performancë e bën. Po nëse mbetet që ashtu mu bo disa, unë kështu që se kom bo fare. Dyqysh një farë lloj sklavi. Edhe mbajnë mend, po tregoj më ka ndodhë me një kusheri, edhe vjen, do më thonë ditën e martesës, tash ata e dishin, krejt ma epshin dorën urime, unë njëtin, u përshëndetsha, edhe nuk po ma ep dorën kështu, po ma kthej dorën teme. Dora jam e përfundi, dora ati përsipri, e marru një a kthej dorën atë. Faleminderit. Pat keq. Me qëtësi, faleminderit, kështu nuse, unë faleminderit. Edhe u kuptu, i qartë ishte mesazhi që nuk ka kompromis me nusën. Që thojnë gjakovarkat me sy flasin. A ju kujtohet rroga e parë dhe çfarë bëre me të? Në fakt, rroga e parë nuk e kom pas rrugë klasike, se ka qenë vitet e 90-ta, edhe rroga e parë ka qenë... Po, në atë kohë mërshim mille, vaje, tomët. Jo, në atë kohë, në fakt, po ka pas format ndryshme, pse e falem inflacionin, po unë kur kom fillu mas pari, ka qenë puna dorës në Gjakov, që është karakteristike, e din këtu jelekt edhe minton me ari, edhe që asi kom punu. Ti? Në fillim, une. E kom pas marë prej nuseve të djemve të agjës babit, ato kam pas, kështu, ato e kam punu deri vombile, kam punu kështu me tradit, edhe pa ta mësu me i kry disa punë. Do më thoni, bishin jo komplet, nuk kom ditë kur s'kom mësu mi kry komplet jelekun, ose mintonin, po kom pas mësu pjesë, e kom qenë shkollë të mesme. E përmenda, do më thonë, atë sfiden financiare, e kështu, edhe patëm vendosi bishin, si me thonë, kraht pot mintonave, ose pjesë të jelekut. Do më thonë, ose pjesë për para, ose shpinën, edhe i tregojshin qka duhet me punu, edhe i punojsha me ari që po. Me pare që akum po mas pari, nuk e disëm kujtohet. Me siguri që si sandet të shpisë, që dhe e vaje mio. Ose dru për dimen. A je ma shumë gjakovare, a pejonde, apo prishtinase? Përbes, e ndina mirë gjithë kënd, kur shkojmë pej, kom një farë gëzimi kështu të papërshkrushëm. Shumë e du pejen, e du me zemër. Kemi kalu, do më thonë, në si fmi e bajnë mend vetën pej, se 10 mujsh kom qenë, masi kom lindë kur jemi bajtë në pej, kur ka shku babi për specializim në spitalin e mushknive atje, edhe kemi jetu, mandim ka ra 8 vjetë. Do më thonë, edhe klasën e parë, deri kur e kom kry klasën e 3, kom qenë pej. Në kujtimet e mija, peja edhe lidhja me atë vend është kështu me një kujtim paprishun me kur gjo, do më thonë, me një dashni kështu pa kushte. Krejtve aty. Mandej, jemi këthy në Gjakov, në prej klasës 4, edhe në Gjakov, njëherë kom pas atë ndjenjë rikthimit, pak kom pas, kështu, normal, diri sa të adaptohesh, po kom pas mësusën fantastike, mësusja Syrie Brovina, tash po afrohet edhe data 7 marsit, mësusin Karemon Trakanici në pej, mësusin e parë, ndërsa mësusja Syrie prej klasës 4, po ka qenë shkëlqyshme. Do më thonë, me ato metodat e saja për me të afru, për me të mbajt, mos me ndi distancën me fëmijë tjerë, pse ata ishin bashkë 3 vjetë para meje, do më thonë, kanë qenë edhe në 3 klasë tjera,
edhe kom kalu shumë mirë. Tash ndina mirë çdo kond, une kom ardhur në atë fazën me besu që Kosova është aq e vogël që këto dallimet muj me i fol për hajgare. Po për në esencë nuk dallojmë shumë. Besoj unë. Mundesh janë kështu karakteristika, për shembull të folmja dallon shumë. Mi thon dikujt që veç 38 kilometra pe Gjakova dhe kanë edhe ka çast shumë dallim. Po, prej asaj që i the ati pejon dhe deri të ajo shabone mërë, adina është dyshysh një... Ko që një farë dallimi? Por, nëse shikon të miren e të bukren edhe karakteristikat e njerëzve pozitive, mundesh me undi mirë çdo kond. Edhe në Prishtinë ndina shumë mirë, tash mu ka bo kjo pjesa prej pas luftës e jetës në Prishtinë. Ndoshta edhe me këtë profesionin tonë, do të thënë shërbim publik kur jetë takon njerëz prej krejt Kosovës, gjatë gjithë kohës. Edhe e shesh që, do të thënë, përderisa fokusohesh te e mira e njerit, e jo te dallimi, ose jo te ajo çka s'bën mundi mirë me një person, atëherë kalon mirë. Nëse fokusohesh vetëm te e mira, nëse fokusohesh te çka dallon me to, normal që s'ke mundi. Jom adaptona shpejt, edhe jeta në Amerikë më ka mësu edhe me kultura tjera, me raca tjera, mëndej mi kalu do kufi, kështu mendor që na i kemi kogja për çka do që na ka karakterizu neve, edhe tash besoj veç ndina shumë krenare për ne krejt. Dyqysh e kom një optimizmit pashërum. Mundesh me thonë dikush në naivitet, po që s'di, unë besoj në vendin tonë, besoj në jetën edhe në të ardhmen tonë, edhe unë mendoj që jena njerëz ma të shkëlqyshëm që mundet mi pas në njërë në Evropë. Nuk e di, thjesht krejt qka ndodhë këtu të na, edhe me të këqijat kur ndodhin ka njerë, do me thonë, me ndonjë ngjarje jo të mirë, qa shpejt që ky popull, edhe qëta njerëz e kthejnë edhe e gjenë edhe e kuptojnë të miren prej të keqes edhe munduhen me i dalë zot një tjetër të është e pa imagjinueshme. Nuk ndodhin shumë shoqëni. Kemi vendet përreth që na rrethojnë edhe vrejmë që nuk është krejt njëjtë. Do me thonë, dinamizmi, energjia dhe optimizmi që qatë shpejt rikthehen te na, është e shkëlqyshme si atribut. E besoj që do të mi ushqyje, mi kultivu. Në atakon të neve me qitë kapak, me ujit, me kultivu atë të miren e pozitive prej këti populli e me vazhdu me ju për cilë edhe fëmive tonë. A kanë Gjakov ende dallime katundar qytetar? Ka, jo veç Gjakov, ka gjdo konë, më besoj. Për nuk është qaja sa shumë ka në aspektin geografik, sa me ndoj ka njëherë njerës mundohen sistemin vlerore. Unë shpesh her ju marë shembull, kur dikush e ve fokusin në aspektin geografik, që në aspektin e sistemit vleror për mrenda një familje ose një grupimi mundet me pas qasi dallime, se lere ma në atë kuptimin e geografisë. Po kjo qashtë parancishme janë, se qashtë është unifiku, që me thonë, kitë bota, lemo me thonë, në mes veti këtu pak kena, distancat jenë shumë të shkurta. Ka mbet në të shta ma shumë edhe më u përmenë si atribut kur do dikush me fitu diqka, adin me thonë, hajtë se këta janë këse, në me thonë, adin kur do me këthy vëmendje nëse fitimin ka veti, ma shumë se sa që ka ndë një dallim përmbajtësor. Pas saj bisede shumë të këndshme me musafirën tonë, ne po kalojmë në një moment krejt tjetër të misionit, moment shumë emocional. Kjo është jeta humor e dhimbje. Si që dini, ne kemi lansuar një aksion humanitar për qytetarët tona që vuajnë nga sëmundja e kancerit. Ajkune professional me Selinë Zvicër tregon shpirtin e saj të madh humanitar duke dhuruar 45 paruke për gratë e prekura nga kjo sëmundje. Ajkune professional në bashkëpunim me show i së premtës ndon nga 2 paruke falas për çdo javë. Për të marrë paruken tuaj ju duhet të lajmëroni tek sporteli në RTK me litën njoftimin tuaj dhe me vërtetimin e mjekut. Më pas mund të shkoni dhe t'i rregulloni përshien tuaj flokët tek Studio Kaci. Ju njoftojmë se tashmë veç janë shpërnda paruket e para, presim edhe lajmërime tjera, ju rikujtoj zonja të prekura nga kjo sëmundje e rënd që janë falas. Sa knaqime pas Mimin gjithmonë në studio për mu gjithmonë. Mimi, e kemi një rubrik thënjet e menqura. Do të na shfaqen në ekran disa thënjet menqura dhe i komentojmë. I komentojmë bashkë.
një grua që rri në shtëpi nuk është një grua pa punë, por pa rrugë, ku so e vërtet është kjo. A kemi hi në gjëna si shoqni me gratë tona që dorën në zemër ishin sklever të shtëpisë dhe familjes? Po, shumë shoqni në fakt kanë fillu me numëru edhe qëndrimin në shtëpi, për gratë cilat janë me familje që kujdesen për fëmijët, edhe kanë fillu me i rregullu ligjet në cilat ka raste ku munden me vendosë nëse gruaja ka mundësi punësimi, a do gruaja apo burri me qëndru në shtëpi. E kur vjen ky ligj te na mimi? Jo, ish dash me ardhë, edhe më njoft përvoja. Edhe përvoja, edhe jo vetëm për gratë, se shiqa, tash për shembull gratë kujdesen për fëmijët, që i lindin vetë normal për familjen. Po sa gruaja në shtëpi kujdeset për njerëz të moshuar që i gjejnë në shtëpi, qoftë printe vetë ose printe bashkëshortit, edhe ajo është punë që e kryen për shtetin. Se në vende tjera, për shembull kujdesin për moshat e shtyme e kryen shteti. Fëmijët nuk dojnë me ditë, për sipas kulturës as vini vizitu. Këtu te na nuk ndodh ajo, ose ndodh ma pak, shumë ma pak. Kështu që gratë kanë një barë këgjat madhe të mbajtjes shoqnisë, ty vazhdu me qëndru në mirëqenje të mirëfillt. E besoj që ish dasht, kur t'i kalojmë qëto krizat kështu pak ma të mëdha të rregullimit në aspektin e strukturimit të mirëqenjes, që mu njoft edhe puna dhe shërbimi që bëhet për rritjen e fëmijëve, për kujdesin ndaj të moshuarve, natyrisht edhe për mbarvajtjen komplet të jetës familjare. Në me thonë, ne gratë shqiptare, anviset milionera edhe pak. Jo, bashkë vëshnejse. Me mujtë me pas kështu atë pavarësinë e vetë financiare, ajo është sendi ma i rëndësishëm. Po sa qerisht në këtë shoqnin tonë. Qeverit duhet të kenë edhe barinj, edhe kasap. Opa, kush janë kasapët e qeverive se barinj po dihet na gjemati? Jo, barinj të krejt ka pak, kasap besoj ata që duhet me ditë kur është boll për do me qëndru aty, që duhet me përfundu. Është një thanje e mirë edhe e ish sekretarit Amerikan të shtetit, general ka qenë në mandatin e parë të George Bushit ri, që e thot në librin e vetë autobiografik, që është mirë edhe përse cilin me ditë cili është stacioni jotë për me zbrit, do më thonë sa me qëndru në politike dhe kur me elon politiken. Po besoj që në profesion është. Që nëse, po e besoj për ata që s'dojnë milion, ky kasapi është për mi ju përfundu. Shkojmë me thanjen tjetër. Në luft mund të vritesh vetëm një herë, por në politik shumë herë. Oh, man. Mimi, qysh me abo që të mos vritesh në politik, të ruash njerëzillëkun? Po besoj që ti mundesh me na u përgjigjë. Po, e ke thonë shumë mirë, si me rujt njerëzillëkun. Në periudat më të vështira në politik mundona mos me hup sensin, edhe mundona mos me shku për te asaj qëfar ndoshta devjen keq me rikujtu kur të kthehesh normale. Humanizmin e humanitetin që profesionin tonë është njerëzoren, është ma e rëndësishmja me rujt. Unë i shikoj edhe oponentat e mi politik si njerë, si bashkëpunëtor, edhe mundona që për kundrejt dallimeve në mendime që i kemi, me i pas një raport njerëzor të mirëfillt. Në kuvend është ma e letë, se jemi të njëjtën hapsin edhe ruhet. Ka raste që edhe kalohet ose e kanë kalu do, po mundona mos me qena ajo. Kjo pjesa tjetër, si mos me u vra, është besoj jashtë kontrolës tanë, se nuk po thot me u vetë vra. Ti e ki ndorë veç veten, mos me vra. A që do me të vra dikush, pak si ma vështirë. Kështu që këto sulme që dojnë me t'i bot tjertë, së mundesh mi kontrolu veç ato si me reagu ndaj tëne. E po ata në të kuptimin, mos me vra njerëzillëkun. Njerëzillëkun, ato po bajtona plëtsisht me ty. Mendoj që është nëse se cili mundohemi. Nëse dikush mundohet dhe dikush jo, në realitetin tonë, mendoj që në shoqni ma të vogla ndoshta është ma lehtë e mundshme, te na. Se për kundrejt këtij dallimeve politike, na prap njihemi, jemi shumë afër bre, aden shumë ngat. Krejt. Po mirë, jemi dëshmitar që 20 e kusur vitet e fundit, ka pas njerëz që kanë hyrë shumë njerëz në politike, kanë dalë ndryshe. Kështu që ti si gjenerat ma e re, a ka ndryshu diçka në këtë aspekt? Unë mendoj që ata që kanë... A jemi ma njerëz sot në politikë? Ma human?
se di sa A kemi të bëjmë me një gjenerat politikanësh cilët ndoshta janë ma njerëzor? Kemi të bëjmë me gjenerat politikanëve që tashmë distanca midis këtyne që janë politike dhe njerëzve është ngushtu. Edhe pashmangshëm është përparim. Do me thonë, nuk e ki tash ti një kryeministër, ministrat ose deputet përgjithsisht, edhe të pozitës edhe të opozitës që janë shumë larg për njerëzve. Këtu jena ma mirë se vendet e rajonit, jena ma mirë se Shqipnia, muj me thonë, jena ma mirë se nëse Serbia smiret si shembull, se është katastrofë, po jena ma mirë ndoshta se Mali Zi, edhe besoj që nëse ushqihet hala ma shumë, ka mundësi mu bo. Do me thonë, me mri në një nivel të qasjes tek udhëhecit ose drejtusit, si kur se i kim vendet e Evropës. Do me thonë, mi pati një drejtus të shtetit të kryt punë të zakonshme në autobus, mu mundesh me pa në autobus për shambu, se ki problem, 3C, Prishtina Urban, ose në autobusin Prishtin-Gjakov, ose the other way around, nonën tjetër Gjakov-Prishtin, po seriozisht, është ajo që ndihesh, nuk ndihesh kesh me hyp në autobus, me shku stacion të autobusave, besa kom pi kafe me djalin para 3 jave, se shkum për Gjakov, që ashtu kishim punën me ngjesë Muniz. Bile pat emocione taksisti, kur më pa hirën e parë, tha, po më vjen mirë që po të shon taksi deputetë, tha, unë jam gjithë kohën taksi, nuk e di pse s'm pas ke pati, si kishëra. Mandej, në desht me shku, e ndroj pak rrugën për stacion, po si do qëfë mritë, me ndole me pi kafe në stacion të autobusve, para se me vip në autobusin Prishtin-Gjakov, është shumë e thjesht, shumë normale. Po tash kjo, unë s'po foli për veti, po foli edhe për kolegët e me, që ishon qoftë edhe ministrat, biles edhe ministret e qeveris, me fëmijët në kopsht, me fëmijët në shkollë, me punë në market, do të thënë gjanat e zakonshme që i bën secili. Kjo është ngushtu, është pak ma mirë, nëse mundohemi, besoj që hala ma mirë e bojmë. Natyrisht, shembullin e ndjek. Nëse dikush kish vazhdu këtë distancë, ajo distancë veç rrite. Veç ish rrit. Po, e tash, kjo distancë fatmirësisht është ngushtu. Unë e shoh që hala ma shumë ka me ndodhë, se s'kemi zgjidhje tjetër. Do me thonë, nëse aspirojmë Evropën, duhet me aspiru me tona vlerat, jo veç ka na pëlqen kështu për me u thonë, e jo për me u bo. Mim, kjo është rubrika 10 sekonda. Ajo që kërkon kjo loj është që të përgjigjesh brenda 10 sekondave në një pyetje të caktuar. E vë në pa shpejtësin edhe bukurin e mendimit. E kemi shpërblimin, e kemi dënimin. Pe përmendi dënimin, kime na këndu një kangë nëse humbë. Pianisi po këndoj me njëherë. Shpërblimi, falenderime të përzemërta. Që shka thonë, Gjakovari premtimet kota. Falenderime dhe premtimet kota. Falenderime dhe premtimet kota. Hajra, Delina, hajra. 3 gjëra koti me të cilat mburën shqipëtarët. Okej, kjerin ta me ka vozit veç një plak. Kuku që shëmdojnë ata mu se dinin ti, adin e kalzojnë mas vlerore. U bon 2. S'ka me këndu ndështë, a? Jo, i kemi 10 pytje. Apo? Po, i kemi 10 pytje. 3 gjërat më të çmendura romantike që i keni bërë surpriz burit. Nuk jam shumë romantike, fatkeqësisht, kuku për mu. Arben, me se kështu që të emision që se po të thirin në telefon në shpe. Shko se djali. Këto janë 3 gjërat, a? Po. Për mos i pa emisionin. E fitove, i tregove 3 gjërat romantike. Romantike janë sa dush. 3 jaret gjakovare, më të qarta. Më të qarta, jare. Fitove. 3 gjëra që me ndonë se i ke dit, e nuk i ke dit. Si ka me qenë jetan politik, nuk e kom dit. Si është me qenë gru, nuk e kom dit, nuse. Edhe natyrisht se kom dit që është me qenë nan, po shumë e bukur mi mësu. Drejt fitores, gjithë mimoza drejt fitores. 3 gjëra për të cilat je kureshtare e pandalshme. Mënyra se si veprojnë shtetet tjera ose sisteme tjera, diçka të tonë kohën jam të kërku përgjigje, u bo kry Adelin për vjen këtë. 3 shtete gjej, qysh veprojnë ato?
Shëndet, Asli. Asli, e vërtet. Në këto e mendova dhe me kënë punën që e bëjmë, po shembujt. Edhe pyetja ke e vështirë, dorën zamër. Po. Shkoj me tjetrën. Si ndihesh kur e dëgjon këndon Ismet Peja nga Gjakova, apo këndon I Madhi Qamili Vogël? Si ndina, kjo më tregon për interaktivitetin që e kanë vendet të na, ato që e fale ma herët. Ma herët. Po, Kosova është një. Cilat janë 3 telefonatat më të shmendura që ke bërë në jetën tënde? Nuk kam shumë diçka kështu që e kisha nda, veç më kujtohen ato pranks që ju thojnë tash që I kena bukur kemi qenë në shkollë të mesme me telefona me të tjerë. E fitove? Kom po dhone qase. Cilët janë 3 deputet aktual që të bëjnë bajat parlamenti? Fatkeqësisht janë ma shumë se 3. Garant Mimoza nuk I përmend. Por definitivisht nuk I përmendi, flasim për ta kur kryet mandati, flasim për ta kur kryet mandati, flasim për ta kur kryet mandati. Okej. Kë zgjedh mes motrave Bushi, motrave Mustafa dhe vëllezërve Mziu. As motrat Bushi, as motrat Mustafa, as vëllezërit Mziu. Ju përshëndes të 3 parve, po më vjen keq. Poq. Mimoza fitoj. Kur gjë e re, do të ishte e re, po të humbë të Mimoza, se Mimoza fiton gjithmonë. Duar trokitje për Mimozën edhe kënaqësinë që na dhurojnë shohun tonë. Faleminderit Mimoza shumë, faleminderit kandidatës sonë, po ashtu faleminderit shikuesve tonë dashur. Faleminderit bendit tonë, kjo ishte e tëra për sonte. Deri javën tjetër, jetoni dhe mendoni bukur. Faleminderit ekipi, natën e mirë, e miru pafshim javën tjetër. Vetën time e tim, ble kujtimet për ty, pa ty unë ndjej s'prastim. Si një vulkan që fleja mu, kur vjen dita t'i them, tregimet që nuk flesin kur. Në qelar qikoj, rrug dalje kërkoj, unë dua të ika ti për gjithmonë. Provoj të aroj, fytyrën e njom, dua ta kem. Arovem, dënovem, si kur një hija shkovem, të lutem ktheu për gjithmonë. Arovem, dënovem, si kur një hija shkovem, të lutem ktheu për gjithmonë. Nëse ty t'imaginoj, si një angel më shikon, si kur do të më thuash jo. Rrugë të shoh si kur atëherë, ti shëndrit si një diell, dua që unë ty të ndjej. Në qelar qikoj,